Pastaj në hadithin e radhës thot Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ka sjell hadithin e transmetuar nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma thot an Jabirin anna Umar radhiyallahu anhu qal, pra transmetohet nga Jabiri radhiyallahu anhu se Omeri radhiyallahu anhu ka thënë ja Rasulullah inna nasma'u ahaditha min yahud tu'jibuna, ka thënë noi dërguari Allahut ne dëgjojmë disa hadithe nga disa fjalë ose transmetime ose do thot fjalë që i transmetojnë nga librat e tyre ose nga pejgamberët e mëparshëm që na pëlqejnë, tu'jibuna. E fetara an naktuba ba'daha, si thua ti shkruajmë disa prej tyre, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mutahawwikuna antum kama tahawwakat al-yahud wan-nasara, ka thënë ju a doni të gremiseni dhe të përmbyteni, do të thonë në ato devimet që janë përmbytur jahudit dhe krishterët. Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyya, pra ju a kam sjell këtë udhëzim, Kur'anin dhe Sunetin, u kam sjell të bardhë dhe të kthjellt, të pastër. Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i, edhe nëse kishte qenë Musa alayhi salatu wassalam gjallë, nuk do të kish pas tjetër zgjidhje përveç se të më ndjek mua. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi dhe është hadith hasan, nëse nuk e kam harruar. Do thot dhe është transmetuar edhe me transmetime të tjera. Në tjetër transmetim se Omeri radhiyallahu anhu ka marrë një fletë nga Teurati, edhe e ka lexuar atë, edhe i ka pëlqyer se në të ka gjetur udhëzim ose përputhje, do të thonë me atë që u ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në të dy rastet do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar të marrim nga jahudit dhe krishterët, edhe nëse është diçka që duket në përputhje me Islamin, sepse marrja nga njerëz të devijimit është rrugë e devijimit. Dhe këta njerëz Allahu i ka quajtur jahudit, do të thënë maghdub alejhim, do të thënë që ata kanë shkaktuar zemrimin e Allahut kundër vetes së tyre, kurse të krishterët janë dallin të devijuar. Edhe kjo është për shkak se jahudit e kanë ditur të vërtetën, edhe kanë pasur pejgamber të shumt, kanë pasur libra dhe e vërteta ka qenë e sqaruar, megjithatë kanë kundërshtuar. Edhe për këtë shkak e kanë tërhequr zemrimin e Allahut kundër vetes së tyre. Kurse të krishterët kanë vepruar pa pasur dituri, edhe kanë bërë bidate, do të thonë për cilat nuk kanë pas argumente, duke mos e ditur. Për këtë shkak janë të humbur edhe të devijuar nga rruga e drejtë. Për këtë shkak na ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të marrim prej jahudive dhe krishterëve.